9 maj. Çfarë do të thotë ta duash Perëndin? O Perëndi, ti je Perëndia im. Unë të kërkoj në mëngjes, shpirti im është i etur për ty. Ty të dëshiron mishi im në tokë të thatë të djegur, pa ujë. Kështu të admirova në shenjtërore, duke soditur forcën tënde dhe lavdinë tënde. Psalmi 63:1, 2. Vetëm Perëndia do ta kënaqë një zemër si ajo e Davidit. Dhe Davidi ishte një njeri sipas zemrës së vetë Perëndisë. Edhe ne u krijuam që të jemi kështu. Thelbi i asaj se çfarë do të thotë ta duash Perëndin është të jesh i kënaqur në të. Në të, jo thjesht në dhuratat e tij, por në vetë Perëndin si personi i lavdishëm. Dashuria për Perëndin do të përfshijë bindjen ndaj të gjitha urdhërimeve të tij, do të përfshijë besimin në gjithë fjalën e tij, do të përfshijë falënderimin për të gjitha dhuratat e tij. Por të gjitha këto janë rrjedhoja. Thelbi i dashurisë për Perëndin është admirimi dhe kënaqësia që gjejmë në gjithçka që ai është. Dhe është kjo kënaqësi me Perëndin që i bën të gjitha reagimet tona të tjera të jenë vërtet përluftuese për të. Të gjithë ne e dimë këtë gjë me intuit, por edhe nga shkrimi. A ndihemi më tepër të nderuar nga dashuria atyre që na shërbejnë nga ndjenja e detyrës, apo nga kënaqësitë e bashkësisë? Bashkëshortja ime nderohet më tepër kur unë them, lumturohem kur kaloj kohë me ty. Lumturia ime është një jehon e vlerës së saj. E njëjta gjë është edhe me Perëndin. Ai përluftohet më tepër në ne kur ne kënaqemi më tepër në të. Asnjëri prej nesh nuk ka arritur të ndjejë kënaqësinë e përsosur në Perëndin. Shpesh vajtoj për murmuritjen e zemrës time kur humbas ndonjë rehati apo lehtësi toksore. Megjithatë, unë kam shijuar që Zoti është i mirë. Përmes hirit të Perëndisë, unë e njoh tani burimin e gëzimit të përjetshëm. Prandaj më pëlqen t'i kaloj ditët duke i tërhequr njerëzit drejt gëzimit, derisa ata të thonë bashkë me mua: "Për një gjë ju luta Zotit", dhe atë kërkoj: të banoj në shtëpinë e Zotit tërë ditët e jetës sime, për të soditur bukurinë e Zotit dhe për të admiruar tempullin e tij. Psalmi 27:4.